Juve më dëgjoni shpesh që unë flas për Amerikën, për gjërat që unë i shoh problematike që ndodhin në komunitetin e shqiptarëve, mënyra se si janë shqiptarët përballë njëri tjetrit, mënyra se si veprojnë, mënyra se si e gjykojnë njëri tjetrin. Dhe nuk jam këtu për të bërë as moral, as për të dhënë edukat, as për të bërë leksione, sepse nuk më pëlqen që ta jetoj jetën me korniza. Më pëlqen që ta jetoj jetën i shfrenuar, por brenda kornizave të mia. Që do të thot korniza se deri në çfarë pike e çoj unë shfrenimin, i vendos unë. Dhe nuk mund të më quani mua as negativ, as po bëj propagandë. Nëse juve ju pëlqen, dakord. Nëse s'ju pëlqen, vazhdoni me njerëzit që shpërndajnë pozitivitet. Mund të ndiqni Fevziun kur vjen në New York edhe flet për biznesmenat edhe për bizneset, edhe që Amerika ka vetëm biznesmena dhe shqiptarët janë të gjithë biznesmena. Kështu që jeni të lirë të vazhdoni rrugën tuaj, mos të më ndiqni, por nëse doni të më ndiqni, do pranoni dhe këto që them unë, doni apo s'doni. Është shumë e thjeshtë. Dhe nga që jeni në Amerikë, duhet ta kishit mësuar me kohë. Jo t'ja më mësoj unë, që duhet të pranoni dhe mendime ndryshe. Duhet të pranoni dhe opinionet që ndoshta nuk përputhen me opinionet tuaja. Kjo është ligji i të jetuarit i lirë dhe të pranuarit të diversitetit ndërmjet njëri tjetrit. Nëse ju nuk e bëni këtë gjë, më vjen shumë keq. Rrini në ignorancën tuaj dhe vazhdoni më komentoni, më shani, nxirreni vrerin, se përveç se më bëni mirë, keq nuk më bëni.